Ky projekt ligj është një përgjigje ndaj një nevoje konkrete që ka sektori ymbylsor dhe që është evidentuar prej vitesh nga fermerët, bizneset, agroshqimorë dhe institucionet financiare. Bujqësia është një sektor me specifikat veçanta ku fermeri investon sot, ndërsa të ardhurat i siguron vetëm pas disa muajsh. Ai duhet blej fidan, far, plera kimik, produkte për mbrojtjen e bimëve, të kryej punimet e tokës dhe të përballojë një sër kostosh të tjera në fillim të ciklit prodhimit, ndërkohë që produkti ende nuk është korrur dhe nuk ka gjeneruar të ardhurat. Pikërisht në këtë periudhë lind dhe nevoja më e madhe për financim. Në praktik, fermerët kanë ndërtuar ndër vite forma bashkëpunimi me furnizuesit e inputeve, të grumbulluesit, me punuesit dhe eksportuesit dhe me aktorë të tjerë të tregut që nuk mbështetet mbi instrumentet e qartë ligjor dhe financiar. Sa më shumë zhvillohet bujqësia shqiptare, sa më shumë rritet orientimi drejt tregjeve të eksportit dhe standardeve europiane, aq më domosdoshme bëhet që kjo marrëdhënie të mbështetet mbi rregullat e qarta, transparente dhe të besueshme. Pikërisht për këtë synon që të realizojë ky projekt ligj. Ai nuk krijon një realitet të ri, përkundërzi, formalizon një praktikë që ekziston, duke i dhënë asaj siguri juridike, transparencë dhe besueshmëri të madhe. Objektivi i këtij ligji është i qartë, të nxjisë financimin në bujqësi, të krijojë mekanizma që i mundsojnë fermerit të sigurojë mbështetje financiare në momentin që ka më shumë nevojë për të garantojë pagesa më të shpejta dhe më të sigurta dhe të krijojë një sistem modern ku mbi produktin bujqësor, qoftë ai ende në proces ku prodhimi apo edhe ai i magazinuar. Për herë të parë, krijohet një mundësi që vetë produkti bujqësor të fitojë vlerë ekonomike përpara se të shitet në treg. Kjo do të thotë se fermeri nuk do ta shohë më prodhimin vetëm si burim të ardhurash në fund të sezonit, por edhe si një aset që mund të ndihmojë dhe të financojë inputet apo mbështetjen ekonomike gjatë procesit së prodhimit. Projekt ligji mbështetet mbi dy instrument kryesor. I pari është dëftesa tregtare mbi produktin bujqësor të ardhshëm, ndërsa instrumenti i dytë është dëftesa tregtare mbi produktin bujqësor të magazinuar. Në këtë rast, produkti që është prodhuar dhe depozituar në magazin mund përdoret si kolateral për financim. Dhe në këtë mënyrë, ligji mbulon gjithë ciklin ekonomik të prodhimit bujqësor nga mbjellja deri te shitja e produktit. Një risi tjetër e rëndësishme është që i gjithë ky mekanizëm do të furnizojë në mënyrë elektronike nëpërmjet portalit e-Albania, duke garantuar procedurat thjeshta, transparente dhe të aksesueshme për gjithë përdoruesit. Dëftesat do të regjistrohen në një regjistër elektronik të posaçëm dhe do të lidhen me regjistrin e barave siguruese, duke krijuar sigurisht dhe siguri juridike dhe duke shmangur përdorimin e shumëfisht të njëjtin kolateral. Po aq e rëndësishëm është dhe fakti që dëftesa tregtare përbën titull ekzekutiv, çka do të thotë se të drejtat dhe detyrimet e palëve mbështeten mbi një mekanizëm qartë ligjor, duke rritur sigurinë e marrëdhënieve financiare dhe krijuar më shumë besim për fermerin, ashtu edhe për subjektin që ofron financim. Ky projekt ligj synon të krijojë një mjedis më të sigurt për investimet në bujqësi, të forcojë besimin nëpërmjet aktorëve të tregut dhe të lehtësojë aksesin për financim për një sektor që vazhdon të përballet me sfida të veçanta.